Nxehtësia ekstreme mund të jetë shumë e rrezikshme për të moshuarit nga sa është menduar deri më tani. Një studim I ri tregon se personat mbi 60 vjeç mund të përballen me stres të rrezikshëm të nxehtësisë, edhe në një skenar ku temperatura globale rritet me vetëm 1.5 gradë Celsius mbi nivelet paraindustriale. Sipas studimit të fundit, rreziku është veçanërisht I lartë për të moshuarit, pasi trupi I tyre ka më të vështirë të përballojë temperaturat e larta. Me kalimin e moshës, njerëzit djersiten më pak, zemra përballet me ngarkesë më të madhe dhe enët e gjakut nuk zgjerohen me të njëjtin efikasitet. Kjo e vështirëson ftohjen e trupit gjatë ditëve me temperatura ekstreme. Studiuesit argumentojnë se mënyra se si janë llogaritur deri më tani temperaturat e rrezikshme nuk ka marrë mjaftueshëm parasysh ndryshimet mes grup moshave. Sipas ekspertëve, të rriturit me të rinj mund të përballen me stres të rrezikshëm të nxehtësisë në një nivel ngrohjeje prej rreth 4 gradë Celsius, ndërsa për të moshuarit ky rrezik mund të shfaqet që në 1.5 gradë Celsius ngrohje mbi nivelet paraindustriale. Të moshuarit që vuajnë nga sëmundje të zemrës, veshkave apo probleme të tjera kronike janë veçanërisht të ekspozuar. Rreziku pritet të bëhet edhe më I madh për shkak të dy faktoreve që po zhvilloheshin njëkohësisht: rritjes së temperaturave globale dhe shtimit të numrit të personave mbi 60 vjeç. Ekspertët paralajmërojnë se pasojat do të jenë veçanërisht të forta në vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme, ku mundësitë për të mbrojtur nga temperaturat ekstreme janë më të kufizuara. Studimi paralajmëron gjithashtu se nëse ngrohja globale vazhdon të përshpejtohet, disa zona tropikale dhe subtropikale mund të bëhen gjithnjë më të vështira për të jetuar, veçanërisht për të moshuarit. Mesazhi I ekspertëve është I qartë: valet të nxehtit nuk janë vetëm një problem I motit, por një rrezik serioz për shëndetin. Më të moshuarit në vijën e parë të pasojave.